Presidenti KS-i drejtohet qytetarëve të RMV-s, ne besojmë se ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian. Hiqet Shqipja nga Agjencia e Gjuhëve, BDI akuzon Stojlkovicin se vepron kundër Shqipës, pyet Vlenin pse hesht. Koalicioni Vlen mban kongresin për bashkimin e 5 subjekteve politike në një trup të vetëm politik. Teatri Shqiptar i Shkupit po përpiqet të afrojë të rinjët përmes shfaqjeve moderne dhe temave sociale. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja me një sëri aktivitetesh të organizuara në territorin e vendit. Maqedonia e Veriut shënon sot 9 majin ditën e Evropës. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian janë drejtuar qytetarëve me video mesazhe ku kanë theksuar rolin e rëndësishëm të BE-s në standardin e jetesës dhe paqes së qëndrueshme. Presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa në një video mesazh drejtuar qytetarëve të Maqedonisë së Veriut me rastin e ditës së Evropës, ka thënë se kjo ditë shënon projektin e përbashkët evropian kur vendet themeluese të BE-s zgjedhën unitetin në vend të ndarjes dhe bashkëpunimin në vend të konfliktit për të ndërtuar një të ardhme paqeje, lirie dhe prosperiteti pas luftës së dytë botërore. Ai ka porositur Maqedoninë që të punojë në procesin eurointegrues dhe të bëhet pjesë e ardhmërisë evropiane. Ne besojmë se ardhmja juaj është në BE dhe shumë detyra të vështira janë përmbushur që kjo të ndodhë. Vendi është kandidat për antarësim prej shumë vitesh dhe ka ardhur koha për hapjen e radhës. Së bashku do ta ndërtojmë të ardhmen të përbashkët evropiane. Edhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas ka ndarë një video mesazh në ditën e Evropës ku ka porositur se Bashkimi Evropian gjatë gjithë historisë së tij ka ofruar vazhdimisht liri të lëvizjes, standarde jetese të ndërtuara ndër breza dhe mbi të gjitha paqe të qëndrueshme. 2026. Sepse njerëzit që mbështeten në atë premtim duhet ta dinë se ai do të jetë ende aty edhe nesër. Bashkimi Evropian nuk është i përsosur, por e ka mbajtur atë premtim për më shumë se 75 vjet, i besueshëm. Dhe pikërisht ky është thelbi. Bashkimi Evropian është vendi ku njerëzit kthehen kur kanë nevojë të ndihen në shtëpi dhe vendi drejt të cilit të tjerët shikojnë kur shpresojnë për një të ardhme që ja vlen të ndërtohet. Shtëpia është aty ku është zemra dhe sot zemrat tona janë në Evropë. Më 9 maj të vitit 1950, Robert Schuman hodhi themelet për Bashkimin Evropian duke propozuar bashkimin e industrive të qymirit dhe qelikut mes Francës dhe Gjermanisë. Sot kjo datë festohet si Dita e Evropës, simboli paqes dhe solidaritetit mes kombeve evropiane. Bashkimi Evropian është zgjeruar në 7 valë duke kaluar nga 6 shtete themeluese në 27 shtetet anëtare të sotme. Vetë Bashkimi Evropian e përkufizon zgjerimin si procesin përmes së cilit shtetet e reja evropiane i bashkohen Unionit pasi plotësojnë një sër kushtesh politike, ekonomike dhe administrative. Procesi aktual i zgjerimit të BE-s ka 9 shtete kandidate në mesin e të cilave është edhe Maqedonia e Veriut. Krerët shtetëror në vend kanë shënuar ditën e Evropës. Kryeministri Kristian Mickoski në një ceremoni solemne në sloganin fitore, parime dhe vlera ka vendosur lule pranë monumentit çlirimtare të Shkupit në oborrin e qeverisë. Nga ky aktivitet ai ka rikujtuar vlerat evropiane, por ka përsëritur se nuk do të sakrifikojë identitetin e kombit maqedonas për antarësimin në BE. Ndërsa euroambasadori tha se zgjerimi i BE-s siguron paqe, afatgjat, prosperitet dhe siguri në kontinent. Kushdo që më një mirë e di se kur nuk do të bëj pazar me identitetin ton, me dignitetin ton, në këmbim të çfarë do përfitimi personal apo politik, siç ka ndodhur në historinë ton të afërt, porositi kryeministri Kristian Mickoski gjatë fjalimit të tij në ceremoninë solemne me rastin e ditës së Evropës. Ai tha se Evropën nuk e sheh vetëm si gjeografi,
por si besim në dinjitetin njerëzor, në demokraci, në sundimin e ligjit, në respektimin e dallimeve dhe në të drejtën që çdo popull të ecë lirshëm në rrugën e vet. Ai shtoi gjithashtu se duhet të bisedohet për zgjidhje të qëndrueshme, me të cilat mund të ecin përpara e jo për zgjidhje që do t'u lënë barë të madhe brezave tanë të ardhshëm. Atë-dheu ynë nuk ka të ardhme tjetër dhe as shans për sukses përveç integrimit në Bashkimin Evropian. Por njëkohësisht të mos mashtrohemi. Ekziston edhe përvoja e hidhur nga shumë dorëzime, pengesa dhe mosmarrveshje të paarsyeshme në këtë rrugtim tonin. Kjo frustron fuqishëm dhe thellë, kur parimet shkelen pikërisht mbi shpinën e atyre që kërkojnë parime dhe një mundësi të drejtë. Po aq dekurajuese është edhe indiferenca e shumë shteteve më të mëdha ndaj këtyre episodeve të padrejta ndaj popullit dhe shtetit tonë. Euroambasadori Mihalis Rokas tha se kjo është një ditë kur duhet të nënvizohet edhe rëndësia strategjike e zgjerimit të Bashkimit Evropian për të siguruar paqe afatgjat, prosperitet dhe siguri në kontinent. BE zgjeruar do të thotë rezistencë më e madhe gjeopolitike, pavarësi më e fortë energjetike, siguri e përmirësuar, por edhe peshë më e madhe e vlerave tona të përbashkëta në konfliktet e trazuara. Kjo është dita kur duhet të kujtojmë se vendosmëria e bëri Evropën të mbijetojë kohëve të trazuara dhe këtë kemi bërë për dekada dhe po e bëjmë edhe tani. Edhe kryeparlamentari Afrim Gashi ka uruar qytetarët për 9 majin duke thënë se në kushtet e sfidave gjeopolitike dhe pasigurive globale, perspektiva evropiane mbetet garancia më e fortë për një të ardhme të sigurt dhe demokratike për qytetarët. Zgjerimi i Bashkimit Evropian nuk është vetëm proces politik, por edhe investim strategjik për sigurinë dhe stabilitetin e Evropës. Maqedonia e Veriut mbetet e përkushtuar ndaj rrugës së integrimit evropian përmes reformave, dialogut dhe fqinjësisë së mirë, duke parë këtë proces si pjesë të natyrshme të së ardhmës së saj. Këtë vit qeveria e ka zgjeruar shënimin e ditës së Evropës me fushatën Maji Muaji i Evropës, në kuadër të së cilës do të promovohet procesi i integrimit evropian dhe afrimi i tij me qytetarët. Gjithashtu do të organizohen aktivitete dhe do të prezantohen histori të suksesshme nga projektet e mbështetura nga Bashkimi Evropian, të cilat tashmë kanë ndikim të drejtë për drejtë në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Ndërkohë, lideri LSDM Zvenko Filip që akuzoi kryeministrin Kristian Mickoski se po mban shtetin të izoluar derisa vendet e rajonit përparojnë në procesin eurointegrues. Ai theksoi se Mickoski gjatë periudhës parazgjedhore kishte premtuar anulimin e marrëveshjes së Prespës, rikthimin në emrit të vjetër kushtetues dhe prishjen e marrëveshjes për fqinjësi të mirë me Bullgarinë, por se kjo nuk ka ndodhur pas marrjes së pushtetit. Sipas tij, bllokimi i perspektivës evropiane të shtetit bëhet për shkak të frikës nga mekanizmat evropian të kontrollit dhe përgjegjësisë. Arsye vetme pse VMRO Gog dhe Mickoski e bllokojnë të ardhmen evropiane është frika nga përgjegjësia, kontrolli evropian dhe prokuroria evropiane. Këta njerëz nuk duan të ecin përpara drejt Evropës, nuk duan kontroll evropian mbi sistemin. Ata duan të vazhdojnë të vjedhin paratë e popullit përmes tendereve të kurdisur. Kjo është thelbi. Nga Agjencia për zbatimin e gjuhëve janë hequr tabelat me mbishkrimet në gjuhën shqipe. BDI dënon dhe e quan skandalos këtë veprim të ministrit Ivan Stojilković dhe e pyet Vlenin se deri kur do të heqtin. Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ashpër ndaj heqjes së mbishkrimeve dhe shenjave identifikuese në gjuhën shqipe të Agjencisë për zbatimin e gjuhës. Ata kanë akuzuar ministrin Ivan Stojilković për këtë veprim skandalos dhe kanë pyetur Vlenin se pse heq ndaj këtyre padrejtësive. Ndërsa Stojilković vepron çdo ditë kundër pranisë së gjuhës shqipe në institucione, Vlen vazhdon të heqë. Kjo heqje nuk është më pa aftësi politike, por bashkëpërgjegjësi dhe nënshtrim i plot përballë politikave antishqiptare që po zbatohen brenda qeverisë. Në një komunikim për media, BDI e quan Qesharaka shtetimin se tabelat janë hequr për renovim. BDI thekson se që në ditët e para të formimit të kësaj qeverie ka ekzistuar vendim dhe plan i qartë për dëbimin e agjencisë nga objekti ku funksionon. Dhe sot shihet qartë se ky ka qenë një projekt politik i koordinuar për dobësimin dhe marginalizmin e zbatimit të gjuhës shqipe. BDI e pyet publikisht Vlenin se deri kur do të heqten ndërsa hiqen mbishkrimet shqipe nga institucionet shtetërore dhe se a janë në qeveri për të mbrojtur shqiptarët apo vetëm për të ruajtur kolltuket e tyre.
Koalicioni politik vlen sot në Shkup do të mbaj kongresin për bashkimin e 5 subjekteve politike në një trup të vetëm politik. Procesi i bashkimit të partive të koalicionit të cilë është pjesë e shumicës qeverisëse pritet të konfirmohet nga mbi 805 delegat në kongresin që do të mbahet pas dite në Filharmonin e Maqedonisë. Pas regjistrimit të delegatëve është parapar pjesa solemne me fjalimet të nikoqireve dhe mysafirëve, ndërsa më pas do të ketë deklarata nga liderët e Vlenit dhe pjesa punuese e kongresit, paralajmëroi Komisioni për organizimin e kongresit për bashkimin e Vlenit. Nga Vlen thanë se ky ndryshim përfaqëson akt të përgjegjësisë ndaj qytetarëve dhe dëshmisë se interesi i përbashkët mund të vendoset mbi prioritetet e ngushta partijake. Policia e Prilepit ka paraqitur kallëzim ndaj një nxënësi të shkollës së mesme në Prilep për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale falsifikim kompjuterik. I denoncuari duke u paraqitur rrejshëm si mësuesi gjuhës angleze në një shkollë fillore në Vinica, kishte krijuar profil dhe kishte kontaktuar me një të punësuar në Ministrinë e Arsimit, edhe pse ajo kishte bërë me dije se bisedat me mësues nuk duhet të zhvillohen në rrjetet sociale, megjithatë i kishte krijuar një adresë zyrtare elektronike nga Ministria dhe i kishte dhënë fjalë kalimet për editaren si administrator nga llogaria e saj përdoruese dhe kishte ngarkuar të koordinoj të gjithë mësuesit. Në këtë mënyrë, i denoncuari kishte pasur qasje në të dhënat të gjithë profesorëve në nivel shtetëror, i kishte koordinuar dhe i kishte ndihmuar gjatë përdorimit të ditarit elektronik. Kjo kishte vazhduar nga viti 2022 deri në nëntor të vitit 2025. Pasi ish drejtoresha ushtruese e detyrës se kishte informuar se një profesoresh kishte raportuar se dikush po i fshinte të dhënat nga ditari elektronik në shkollë, i denoncuari kishte fshirë të gjitha profilet e rreme nga rrjetet sociale. Më pas ishte fshirë edhe profili i tij zyrtar nga emaili i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Organizata humanitare Kalliri i Mirësisë nisi organizimin e manifestimit Java e Jetimit, në kuadër të së cilit sot organizuan mbyllën fidan në parkun e Çajirit dhe u mbajt marshi për jetimin. Kryetari i kësaj organizate Nexhat Lika tha se qëllimi i këtij manifestimi është sensibilizimi i opinionit publik. Me mbjelljen e fidanëve në parkun e Çajirit nisi sot aktiviteti Java e Jetimit, organizuar nga Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë. Kryetari i kësaj organizate Nexhat Lika tha se qëllimi i këtij manifestimi është sensibilizimi i opinionit publik mbi nevojat e jetimëve. Organizata Humanitare Kalliri i Mirësisë për çdo vit e realizon fushatën Java e Jetimit, qëllimi i së cilës është sensibilizimi i opinionit publik mbi nevojat, kërkesat dhe sfidat e fëmijëve pa përkujdesje prindërore, ndoshta kategoria më e ndjeshme e shoqërisë sonë. A i sqaroi se Kalliri i Mirësisë gjatë 35 viteve sa ekziston, fëmijët pa kujdesje prindërore i ka pasur dhe i ka në fokus. Lika theksoi se edhe në të ardhmen ata do të jenë pranë kësaj kategorie të ndjeshme të shoqërisë që sadopak të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes së tyre. Ndërsa kryetari i Këshillit të Komunës së Çajirit Muhamet Murtezi tha se me mbjelljen e luleve në këtë park, këta fëmijë bëhen pjesë e këtij parku. Me sa kuptova, ju sot do të mbjellni nga një lule në parkun e Çajirit dhe përmes kësaj lule që po mbjellni, ju po bëheni pjesë e këtij parku dhe kësaj komune dhe një pjesë të shpirtit tuaj detyrimisht pra do ta keni edhe në këtë park, por mbi të gjitha dua t'ju them që në të vërtet lulet më të mira në këtë botë jeni ju. Kryetari i Kallirit të Mirësisë kërkoi që të gjithë ata që kanë dëshirë të ndihmojnë jetimët mund ta bëjnë atë pa hezitim në zyrat e tyre. Teatri Shqiptar i Shkupit po përpiqet të afrojë më shumë të rinjët përmes faqeve moderne dhe temave sociale që lidhen me realitetin e tyre si bullizmi dhe komunikimi me prindërit. Drejtori Ismet Ramadani tha për televizionin Shenja se interesimi të rinjeve për teatrin është rritur kohëve të fundit, sidomos kur ofrohen tema aktuale dhe aktorë të njohur. Ndërkaq studentët shprehen se teatri ka rëndësi kulturore dhe edukative, por kërkojnë më shumë përmbajtje që i tërheq dhe i përfaqëson ata.
Teatri mbetet një nga format më të vjetra dhe më të rëndësishme të artit skenik, por në ditët e sotme, frekuentimi i tij nga të rinjt po shihet gjithnjë e më shumë si një sfidë. Në një kohë kur teknologjia dhe rrjetet sociale dominojnë përditshmërinë e tyre, interesi për shfaqjet teatrale duket se po zbehet. Në lidhje me këtë, drejtori i teatrit shqiptar Ismet Ramadani thekson se po përpiqen vazhdimisht të afrohen publikut të ri, përmes përmbajtjeve më bashkëkohore dhe temave që prekin realitetin e tyre. Ramadani se pikërisht kohët e fundit është rritur interesi i të rinjve për teatrin, sidomos kur u ofrohen shfaqje dhe tema që u përshtaten atyre. Ai thekson se teatri po përpiqet të komunikojë më shumë me të rinjt përmes vizitave në shkolla, anketave dhe organizimit të shfaqjeve të dedikuara për nxënësit dhe studentët. Sipas tij, ka shfaqje që trajtojnë tema si bullizmi apo komeditë që ndihmojnë të rinjt të shkëputen nga rrjetet sociale dhe të mendojnë më lirshëm. Ai thekson se edhe pjesëmarrja e aktorëve të njohur rrit interesin e publikut. Unë mendoj se sidomos kohëve të fundit ka rritje të shikueshmërisë nga të rinjët, janë të interesuar, normalisht nëse aty ju servohen shfaqjet dhe temat cilët ato i pëlqejnë dhe dëshirojnë të shohin, normalisht edhe do të vinë dhe janë të interesuar. Ne jemi duke munduar që në këtë aspekt të komunikojmë me ta. Më thënë, kemi qenë edhe në për shkolla, kemi bërë edhe anketa, mesin e tyre, me pyetjet ndryshme, duke vërtetësinë e asaj që ata që ka dëshirojnë apo sa janë të njohur me teatrin. Dhe kemi edhe organizu shkolla që kanë ardhur drejt për drejt edhe i kanë ndjek shfaqjet. Ndërkohë, të rinjt dhe studentët kanë mendime të ndryshme për sa i përket ndjekjes së shfaqjeve teatrale. Disa prej tyre thonë se vizitojnë teatrin her pas here dhe vlerësojnë atmosferën e tij unike, ndërsa të tjerë nuk e shohin të dobishëm dhe të kapshëm. Nuk është se nuk shkoj në teatr, përkundrazi e respektoj shumë atë kulturë. Mendoj se nuk i kushtohet mjaftueshëm rëndësi asaj teme dhe nuk vjet mjaftueshëm theksin në atë pjesë të kulturës son, konkretisht të gjitha ato shfaqje, por kohëve të fundit kam shkuar më pak, sepse sinqerisht nuk kam gjetur diçka që më tërheq mua të vizitoj. Mendoj se patjetër duhet të vjetë më shumë theksin në atë pjesë të kulturës son, absolutisht. Jam të përfundu masterin. Jam e kam kryer fakultetin e aktrimit, tash jam aktore mësuar në teatrin shqiptar për fëmijë dhe të rinj. Mendoj që është më mirë të miremi me shfaqje sociale, ku i prekim disa temat cilat nuk fliten mjaftueshëm në për vende tjera, në për shkolla, mungesa e komunikimit me prindërit e tjerë. Mendoj që është më mirë të mirë teatri me tema më sociale, më të përafërta me të rinjt. Ju kisha thonë njerëzve që sa më shumë me vizitu teatrin edhe besoj që shumë pyetjet cilat ata i kanë do t'i marrin përgjigjet atyre pyetjeve përmes teatrit. Gjithmonë këtu në teatrin shqiptar të shkoj kur ka premiera shkoj. Prandaj të rive besoj që duhet me pas sa më shumë tema aktuale, që të nxisin edhe të rinjt të vizitojnë, të shkojnë domethënë në teatr për të parë shfaqje, besoj që kjo është. Unë kam pas ëndër prej si fëmijë, edhe kam bërë disa shfaqje shumë të vogla në shkollë fillore dhe prej atëherë kam pas kështu si. Besoj që duhet të vizitojmë teatrin para se të bëjmë ndonjë kritikë për ata. Gjithmonë ka pas kritika ato njerëz që kanë shkuar shfaqje edhe për sa kanë bërë kritika, besoj që do të marrin shfaqje edhe më pas se është shumë mirë është me marrë shfaqje. Kujtojmë se në teatrin shqiptar të Shkupit së fundmi u dha premiera e shfaqjes për te hekurave. Ndërkaq, drejtori i teatrit paralajmëroi se shfaqja më e re në teatrin shqiptar do të jetë Zotëriu i parë, me regji të Fatos Berishës, për të cilën besohet që do të jetë një komedi e madhe që do të argëtojë publikun e gjerë. Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje ka nominuar Albin Kurtin si kandidat për kryeministër për zgjedhjet e 7 qershorit. Kryetaria e forumit të gruas në këtë parti, Albulena Haxhiu, gjatë propozimit ka vlerësuar Kurtin duke thënë se ai e mat shtetin aty ku prek jetën e qytetarit dhe e ka bërë
politikën të pakomprometueshme me interesat të ngushta. E propozoj se e njoh nga afër, e duke njohur nga afër e them me bindje të plotë se ai nuk e ka kuptuar kur pushtetin as si rehati e as si privilegj. Për të, pushteti ka qenë gjithmonë përgjegjësi ndaj qytetarëve, ndaj Republikës e ndaj brezave që e kanë dashur Kosovën të lirë, të drejtë dhe të barabartë, ka deklaruar Haxhiu. Për Albin Kurtin, shteti matet aty ku prek jetën e qytetarit. Për te i qeverisjes më të sukseshme me të shtetit nuk është strej për të fortët e as strej për plashk. Është e pazhantueshëm në politik, tha ajo, duke shtuar se nga angazhimi studentore deri te udhëheqja e qeverisë, ai ka treguar të njëjtën vendosmëri dhe të njëjtin përkushtim ndaj interesit publik. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi se një arkitekturë evropiane që nuk e përfshin Turqinë në vendin që i takon do të mbetet e paplot dhe e cënueshme në menaxhimin e krizave. Në një mesazh me rastin e ditës së Evropës, Erdogan tha se deklarata e Shumanit, e cila hodhi themelet e integrimit evropian, është njëkohësisht simbol i Bashkimit Evropian dhe pasqyrim i angazhimit për të ndërtuar një të ardhme të përbashkët të bazuar në paqe, bashkëpunim dhe respekt të ndërsjellët në kontinentin ton. Ai theksoi se parimet themeluese të BE-s të vendosura 76 vjet më parë po testohen tani nga kriza të shumta globale, përfshir luftërat, paqëndrueshmërinë politike dhe sfidat ekonomike. Erdogan tha mëtej se luftërat, krizat politike dhe sfidat ekonomike me pasoja globale kanë bërë të domosdoshme që BE-ja të ndjek politika më gjithëpërfshirëse dhe bashkuese, duke shtuar se Turqia mbetet pjesë thelbësore dhe e pazavendësueshme e këtij procesi si vend kandidat. Vladimir Putin ka deklaruar se Rusia do të jetë gjithmonë fitimtare, ndërsa mbikëqyri një aparat të reduktuar për ditën e fitores në sheshin e Kuç të mbajtur në masa të rrepta sigurie mes frikës dhe në një rritje të sulmeve ukrainase dhe lodhjes në rritje të publikut nga lufta. Duke folur para turmës, udhëheqësi rus përmendi sakrificët e luftës së dytë botërore për të mbledhur mbështetje për ushtarët e tij që luftojnë në luftën në Ukrainë. Bëma e madhe e brezit fitimtarëve frymëzon luftëtarët që kryen detyrat e operacionit special ushtarak sot, tha ai duke përdorur eufemizmin e preferuar të Kremlinit për pushtimin e tij të Ukrainës. Ata që ndrojnë kundër një force agresive të armatosur dhe të mbështetur nga i gjithë bloku i NATO-s dhe pavarësisht kësaj heronjët tanë eci përpara. Fitoria ka qenë dhe do të jetë gjithmonë e jona. Presidenti Amerikan Donald Trump paralajmëroi se Washingtoni mund të përshkallëzojë praninë e tij ushtarake në ngushticën e Hormuzit nëse nuk finalizohet një marrëveshje me Iranin, duke kërcënuar me rikthimin dhe zgjerimin e operacionit të pezulluar projekti Liria. Do të ndjekim një rrugë tjetër nëse gjithçka nuk nënshkruhet dhe përmbyllet, tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë. Mund të rikthehemi te projekti Liria nëse gjërat nuk ndodhin, ka thënë ai. Do të jetë projekti Liria plus, që do të thotë projekti Liria plus gjëra të tjera, pa dhënë detaje mbi masat shtesë që do të përfshinte operacioni i zgjeruar. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit me 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në gjirin persik, si dhe mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Një anëpushim hyri në fuqi me 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk prodhuan një marrëveshje afatgjat. Anëpushimi më pas u zgjat nga Trump pa një afat të caktuar. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.